Në një deklarat për mediat, Berisha tha se bëhet fjalë për një aferë që tejkalon çdo lloj imagjinate. Sot jemi këtu për të paraqitur para mediave dhe opinionit publik shqiptar një nga aferat në të pandigjuara. Ndërsa akuzoi vëllain e kryeministrit Edi Rama për lidhje me aktivitetet e lojrave të Fati. Afera që tejkaloi çdo lloj imagjinate. Por natyrisht jo në narkoshtetin e Edi Ramës, në familjarët e tij, bëmat e tyre. Tashmë janë barë të njohura për publikun. Pasioni i çmendur i Olsi Ramës për lojrat e Fatit. Pasioni i tij i çmendur për call centrat. Pra, për të gjitha mënyrat e plaçkitjes qytetarëve i pangopur. E vërteta është, siç e kam deklaruar, dhe siç është faktur, lidhja e tij me grupin e Xibraks është një ndër lidhjet më kriminale që mund të ketë njeri. Sot këtu ju do ndëgjoni edhe njerë kthehet në skenë ajo që dikur unë e kam quajtur kulla Kristaq Rama, apo kulla e Air Albania. Në atë kohë ne kemi denoncuar ndërtimin e saj, por siç thot populli, darra e ka bishtin mrapa. Aq sa është e paligjshme kulla, po aq e paligjshëm është aktiviteti i saj dhe shtrimi i dhënia e licencës për kazino, me dokumenta personave që s'mund ta mirrin kurrë, po të mos ishin prestonome i Olsi Ramës. Berisha njoftoi se Partia Demokratike do të publikojë një investigim të përgatitur nga Belind Kolliçi dhe një grup ekspertësh për të argumentuar akuzat lidhur me procesin e dhënies së licencës. Ndaj edhe unë ju ftoj ju të ndiqni ekspozen e një investigimi të hollësishëm që zoti Belind Kolliçi dhe grupi i ekspertëve tanë kanë bërë për një aferë, thash dhe një herë, që tejkalon çdo lloj imagjinate. Ai pretendoi se licenca e kazinos është dhënë me dokumentacion që, sipas tij, nuk do të ishte pranuar në kushte normale dhe se përfituesit e saj janë prestanome të Olsi Ramës. Zoti Kolliçi. Atëherë, sot do të përmbledh shkurtimisht këtë aferë që lidhet me licencën e dhënë për ushtrimin e aktivitetit të kazinos në kullën Air Albania. Sigurisht, përveç pjesës teknike dhe paraqitjes veprave të ndryshme penale në lidhje me këtë aferë, ne do të bëjmë një prezantim në raport dhe me të gjithë individët e përfshirë në këtë aferë dhe lidhjen e tyre me vllain e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ky material por dhe një rrjet i tërë kompanish të lidhura edhe me biznesin e call centerave, ashtu dhe me lejet e ndërtimit, që për efekt kohe, sot
e kemi të pamundur ta bëjmë publik, i gjithi do të përcillet pranë spakut për hetimet të mëtejshme. Por ta nisim ke prezantimi i këtyre fakteve për licencën e kazinos. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, hotelet me 5 yje në vendin tonë mund përfitojnë licencë për ushtrimin e aktivitetit kazinos. Një ndër hotelet me 5 yje është ai në kullën e stadiumit Air Albania. Shoqëria që ka një licencë kazinoje në këtë hotel është shoqëria Space Plus. Sipas të dhënave të QKB-s, ky subjekt fillimisht kur mori licencën kishte si aksioner në masën 99% të aksioneve shoqërinë Alpstar dhe 1% shoqërinë WCZ Holding SRO. Kjo e fundit një kompani e regjistruar në Republikën Çeke. Ju lutem regjia, shfaqni në ekran ekstrakt në QKB-s. Sipas detyrimeve ligjore, kompania e cila aplikon për marrjen e një licence kazinoje duhet ketë një kapital minimalisht prej 1 miliard e 200 milion lek ose ndryshe rreth 12 milion euro. Ligji përcakton gjithashtu se kompania duhet ketë eksperiencë në fushën e lërave të fatit, e me sa duket kjo ka qenë fakt arsyeja pse është futur aksioner me vetëm 1% ortaku çek WCZ Holding SRO në kazinon në kullën Air Albania. Kjo kompani është e lidhur me shoqëritë të cilat kanë pjesën më të madhe dhe operojnë në tregun e lërave të fatit, Adria Entertainment dhe WSI SHPK, të lidhura drejt për drejt me shtetasin Bledar Sinani. Në nëntor të vitit 2025, Alpstar ka shitur aksionet e kazinos drejt kompanisë GLG Investment. Sipas dokumentacionit të depozituar në QKB, rezulton se marrëveshja fillestare mes Alpstar dhe GLG Investment është firmosur në gusht të vitit 2025. Dhe më pas janë bërë kërkesat pranë AMLF dhe Autoritetit Konkurrencës për dhënien e miratimit për ndryshimin e aksionerit sipas përcaktimeve ligjore. Kjo marrëveshje nuk ka të përcaktuar një çmim për këtë transakcion ose marrëveshja e plot nuk është depozituar ende në QKB. Në ekran mund të shihni ekstrakt në QKB-s dhe një kopje të marrëveshjes. Kuadri ligjor aktual kërkon që AMLF të qartësojë se kush është pronari fundor përfitues, të verifikojë burimin e të ardhurave për krijimin jo vetëm të kapitalit, por edhe të shumave tjera që do duhet të investohen, pasi licenca nuk mund të jepet një individi anonim, i cili nuk ka të ardhurat mjaftueshme për të operuar në këtë fushë. AMLF-ja e ka dhënë miratimin në kundërshtim me kuadrin ligjor, pasi kjo ishte një kompani anonime, si kundër e kemi parë këtë skem të ndodhë në 13 vitet e pushtetit e Edi Ramës. Me zero historik si kompani, me zero aktivitet në Shqipëri, por me kushtin që të hiqej toka në pronësi të kompanisë Alpstar si kapital aksionar dhe të zëvendësohej me një tjetër tokë në pronësi të GLG Investment SHPK. Dhe ky është momenti ku situata bëhet tërësisht flagrante dhe kriminale. Në ekran mund shihni foton e miratimit të Agjencisë Mbikëqyrjes Lërave të Fatit, që thot me kusht që toka të kalojë si kapital i shoqërisë Space Plus SHA. Sipas dokumentacionit të depozituar në QKB, rezulton se pasuria në pronësi të kompanisë GLG Investment është pasuria lloj pyll, numër pasurie 118 fraksion 9, zonë kadastrale 1522 me sipërfaqe 275.550 m2 e ndodhur në Draç, në kepin e Rodonit, një nga zonat më të lakmueshme në Shqipëri, në Durrës, e cila vlerësohet sipas raportit të vlerësimit të hartuar nga eksperti vlerësues, inxhinieri Eno Kume, bashkëngjitur vendimit, në vlerën 2.556.732.008 lek, rreth 26 milion euro. Grupi ynë e ekspertëve investigoi dhe më tepër origjinën dhe kohën që GLG e kishte bler tokën si dhe vlerën e saj. Në aktin e ekspertit Eno Kume, të datës 19 qershor 2025, rezulton se pasuria e llojit pyll me sipërfaqe 275.550 m2 është bler nga GLG Investment në datën 9 prill 2025 në vlerën qesharake 32.239.350 lek, rreth 320.000 euro në total. Në ekran keni foton e raportit të vlerësimit. Subjekti GLG është pajisur me certifikat pronësie në datën 29 maj 2025, pra në më pak se vetëm 2 muaj.
Vlera me cilën është bler prona është 117 lekë për metër katror, pra 1.2 euro metri katror. Vlera 117 lekë për metër katror, nderuar qytetar, është çmimi i referencës së tokës në atë zonë. Po sipas dokumentacionit të ASHK-s, i cili gjendet bashklidhur raportit vlerësimit, rezulton se në kartelin e kësaj pasurie është regjistruar dhe një kontratë sipërmarrje për ndërtim me kompaninë Premium Finance Invest, me pronar indirekt shtetasin sërish Bledar Sinani. Në ekran shihni foton e kartelës së bashku me shënimin përkatës. Ekspertët tanë investiguan edhe më tej dhe rezultoi se kjo pronë është pjesë e një vendimi për kthim prone të gjykatës apelit Durrës. Prona në total ka qenë mbi 1 milion metër katror në kepin e Rodonit, e cila është coptuar në disa pjesë me kontrata shitblerje dhe çmime tërësisht fiktive. GLG Investment e ka bler këtë pronë tek shtetasit Çliri Muhamet Tahiri, i cili e ka bler nga një tjetër shtetas dhe të gjitha këto transaksione janë kryer me çmim reference. Ndërkohë, kur vetë vlerësuesi në fjalë flet për shifra që variojnë nga 95 euro deri në 130 euro për metër katror në atë zonë. Pra këtu kemi një skem të jetë qartë. Me vendime të dyshimta gjykate, përfitohen miliona metër katror tokë. Kjo pronë pastaj, për të humbur gjurmët, ndryshon disa herë pronësinë e saj. Dhe në fund i jepet një kompanie me zero historik, GLG Investment. Mbi të gjitha, po sipas bilanceve të vetë kësaj kompanie, kjo shumë ende nuk është e paguar dhe shoqëria e ka ende detyrimin. Për të përfituar licencën e kazinos, një tokë 275.000 metër katror në kepin e Rodonit, që u ble në shifrën qesharake 320.000 euro, pas vetëm 2 muajsh, rivlerësohet me një akt vlerësimi në vlerën 26 milion euro. Pra në vetëm 2 muaj. Është rekord botëror, është një mrekulli ekonomike, e pa dëgjuar deri më sot në botë, të cilën as Taulan Balla, si ekspert i shpjegimit të çmimeve të truallit aktualisht në Shqipëri dhe në Itali dhe në vende tjera, nuk i jep dot shpjegim. Që të jemi të qartë, ky është kryer një raport vlerësimi dhe ky është raporti, është përdorur për të rritur kapitalin e kompanisë në mënyrë që Agjencia e Mbikëqyrjes së Lërave të Fatit të jepte miratimin për të kaluar nga aksionari licencën e kazinos nga Alpstari tek aksionari tjetër GLG Investment. Për te veprimeve të AMLF-s, Autoritetit Konkurrencës, Drejtorisë së Pastrimit Parave, të cilat kanë certifikuar këtë skem të kundralishme, një tjetër institucion është drejt për drejt i përfshirë dhe pikërisht është Komiteti i Investimeve Strategjike, i drejtuar nga vetë Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Sa konstatuam dhe më lartë në këtë material, në kartelin e pasurisë ishte regjistruar një kontratë sipërmarrje me kompaninë Premium Finance Invest SHPK. Kjo shoqëri ka si aksioner Power Invest të themeluar në Austri dhe në vitin 2021 Power Invest është përthithur nga një shoqëri tjetër, SIG Holding GmbH, sërish e shtetasit Bledar Sinani. Në korrik të vitit 2021, Komiteti i Investimeve Strategjike, me vendimin numër 6 fraksion 5, të datës 15 korrik 2021, ka vendosur të jap miratimin si investitor strategjik për një investim në kepin e Rodonit. Në ekran mund gjeni vendimin e Komitetit i Investimeve Strategjike. Deri më sot masa e shpronësimit për ndërtimin e një kompleksi privat vilash nuk i është dhënë asnjë investitori tjetër përveç Bledar Sinanit dhe pikërisht në zonën e kepit Rodonit. Në ekran mund shihni sërish vendimin në pikën 3 i detajuar. Pra Edi Rama, që ta kuptojnë shqiptarët, për shtetasin Bledar Sinani, pikërisht mbi këtë tokë ka marrë vendim se nëse prona private nuk i jepet me vullnet të lirë klientëve të tij, kryeministri ta merr pronën si pronar me anë të shpronësimit për interes publik. Ky favorizim, të nderuar shqiptar, nuk është bërë për asnjë kompani tjetër vendase apo të huaj në Republikën e Shqipërisë. Pra deri këtu kemi qartë skemën se si është marrë licenca e kazinos, si të gjitha autoritetet kanë mbyllur syt dhe sigurisht këto kompani nuk janë favorizuar vetëm për licenca kazinosh, por dhe me leje ndërtimi edhe me dhënje të statusit të investitorit strategjik për të marrë pronën, jo vetëm publike, por dhe të shqiptarëve që nuk duan të firmosin me ta. Pyetja që kemi legjitime është, kush fshihet pas kompanisë GLG Investment? Përse u përdor kjo kompani nga shtetasi Bledar Sinani dhe Adria Entertainment,
kur ato kanë një shumicë kompanish të tjera që mund të blinin aksionet e Alpstarit ligjërisht dhe pa u dashur për të përdorur prestanome. Dhe afshihen vërtet këta shtetas që kemi lexuar deri tani prapa këtij transaksioni. Për këtë arsye kemi marrë në analizë kompaninë GLG Investment, e cila është themeluar në mars vitit 2024 me aksioner shtetasin Gerti Shkëlqim Lumani. Në ekran keni ekstraktet e QKB-s. Në nëntor të vitit 2024, ky shtetas me nënshtetësi amerikane ja ka shitur aksionet kompanisë Lake Horizon LLC e regjistruar në shtetin Wyoming, në offshore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më 2 maj 2024. Për këtë kompani nuk ka të dhëna për aksionerët fundor pasi është e regjistruar offshore. Kuadri ligjor aktual përcakton se për aksionerët të cilët zotrojnë mbi 25% kapitalit në një shoqëri të regjistruar në Shqipëri, do duhet të depozitohen të dhënat e aksionarit fundor. Nëse kërkojmë në QKB të dhënat për shoqërinë GLG Investment, rezulton se aksioneri i vetëm që zotron 100% të subjektit Lake Horizon LLC është shtetasi venezuelian Jose Lizes Maradai Marquez. E keni foto në ekran, ekstrakt QKB-je. Kërkuam të dhëna të tjera për kompaninë Lake Horizon LLC dhe aksionarin e saj, sipas faqes zyrtare të vetë shtetit të Wyoming, rezulton se Jose Lizes Marquez cilësohet si një organizer, pra jo si aksioner i kësaj kompanie. Sa i përket këtij shtetasi, Jose Lize Maradei Marquez, nuk rezulton të gjenden të dhëna për të për ndonjë aktivitet ekonomik, apo CV e tij e publikuar, qoftë online apo diku në dokumenta zyrtare, në fushën e lërave të fatit apo dhe sektor të tjerë që t'i sigurojnë atij financa të mjaftueshme për të investuar në kompani sipas kritereve ligjore. Pra, është tejet e qartë që kjo kompani është krijuar offshore me pronar fiktiv, emra tërësisht anonim, vetëm për të fshehur pronësinë e vërtetë. Për të thelluar më tej mblodhëm të dhëna për shtetasin Gerti Shkëlqim Lumani, i cili jeton në Troy, Michigan, ku babai i tij, shtetasi Shkëlqim Lumani, nga një dokument zyrtar amerikan që e shihni në ekran, rezulton palë lidhur drejt për drejt me shtetasin tjetër Gerti Haka. Dhe këtu kemi mbritur tek pika kyçe që zbërthen çdo element të këtij transaksioni, të kësaj afere korruptive dhe të çdo interesi ekonomiko apo financiar të Olsi Ramës në Shqipëri që pas vitit 2013. Gerti Haka është një shtetas shqiptar, i cili më parë ka jetuar në Troy, Michigan, aty ku ka jetuar për shumë vite dhe vllai i kryeministrit Olsi Rama. Që prej vitit 2013, me rilindjen e Edi Ramës dhe të Olsi Ramës, ky shtetas është kthyer në Shqipëri dhe shoqëron mikun e tij të ngushtë Olsi Rama kudo. Misia e tyre jo vetëm që dihet nga të gjithë qytetarët e Tiranës, por faktohet lehtësisht dhe prej faktit që ky shtetas e shoqëron Olsi Ramën në çdo vend. Gert Haka ishte shoku, për të cilin Olsi Rama shprehet në emision në Top Channel se e shoqëroi në Serbi në vitin 2014. Kur luante kombëtarja jon, edhe pse në atë ndeshje u lejuan vetëm 40 shqiptarë që të merrnin pjesë. Në ekran së tyre duhej një nga delegacioni shqiptar që përkonte të ishte edhe vllai i kryeministrit. Në ekran keni Gerti Hakën dhe Olsi Ramën në Serbi në vitin 2014, atëherë kur lejoheshin vetëm 40 shqiptarë për të ndjekur ndeshjen. Gert Haka është njeriu që në fakt shfaqet edhe në fotot e djalit të Olsi Ramës kur viziton Shqipërinë, por më parë dua dëgjoni vetë Olsi Ramën se çfarë thot për ndeshjen në Serbi ku ishte së bashku me Gerti Hakën. Soj që sepse edhe një shoku im kishte mua kishte pasaportë amerikane, pasaporta amerikane mund të ketë qenë një faktor mbase për të, për të stepur pak. Në foton e radhës do të shihni djalin e Olsi Ramës i shoqëruar në Tiranë sërish nga Gerti Haka. Gerti Haka sërish do ta shihni është personi që shoqëron Olsi Ramën edhe në ndeshjet që luan ekipi i Partizanit në Shqipëri, ku e keni në dokumenta zyrtare, në foto zyrtare publike. Siç u thash në fillim të konferencës, ky material i plot do të depozitohet në SPAK, por sot personalisht kam disa pyetje publike të cilave SPAK do duhet i jap përgjigje për gjithë qytetarët shqiptar. E para, a është ky krim intelektual kaq i vështirë për t'u faktuar? E dyta, a është skem pastrimi parash që të marrësh me letra një tokë në vlerën 320.000 euro
dhe vetëm për 60 ditë ta rivlerësosh në shumën dhe në vlerën 26 milion euro dhe me gjysmën e kësaj toke të marrë licencë kazinoje një kompani tërësisht anonime me persona tërësisht anonim të panjohur mu në zemër të kryeqytetit të Shqipërisë. E treta, si mundet që një shtetas venezuelian të regjistrojë një kompani offshore, më pas të vi dhe të blej aksionet e kompanisë GLG në Shqipëri, të blej një tokë me para borxh, të kontaktoj me kompaninë Alpstar për t'i blerë aksionet e kazinos, dhe të gjitha këto të ndodhin si veprime brenda pak muajve, 4 deri në 6 muaj. Pyetja për Spakun sot është e drejt për drejt, a ka ardhur ndonjëherë dhe ka shkelur në Republikën e Shqipërisë shtetasi venezuelian që u përmend pak më parë, që rezulton pronar i licencës kazinos në kullën Air Albania? Pyetja e 5, kush e informoi të venezuelian çuditbërës që shtetasi Gert Lumani po shiste aksionet e kompanisë që drejtonte? Dhe pyetja e 6, kush është emri apo politikani që mund të urdhërojë autoritetin e mbikëqyrjes lërave të fatit, autoritetin e konkurrencës, pastrimin e parave, komitetin e investimeve strategjike për të shërbyer kësaj skeme kriminale, që në fakt është e njëjta skemë që keni parë dhe ke inceneratorët me 17 vendime brenda një dite. Përgjigjet janë qarta për ne dhe gjithë qytetarët shqiptar që vidhen përdit nga Edi Rama, por që tashmë do duhet të mbajnë në kurriz dhe aferat e Olsi Ramës kamufluar pas miqve të tij si Gerti Haka që e nje një Tiranë dhe një Shqipëri e tërë. Ju faleminderit. Besoj se me dokumenta të pakundërshtueshme faktohet implikimi i rrethit të Edi Ramës, vllau dhe shokëve të tij në afera Bixhozi, larjes parash, licencimesh që nuk më ndodhin kur përveç se në familjen kryeministrore në Shqipëri. Nuk mund të lëshohen licencat, unë e kam denoncuar me kohate, e kam quajtur kulla Kristaq Rama. Nuk ka si përgjigjëstrim. Të vërtet real. Dhe tani urdhroni mega aferën e një mafje të rrezikshme me tentakula nga familja Rama në Michigan tek venezuelasit e tjerë e tjerë. Sigurisht që dosja do të dorëzohet në skap dhe pa dyshim do ketë fatin e Xibraks, ku Olsi Rama u faktua si eksponent kryesor i grupit të Xibrakës, u faktua se po në këtë kontekst bëri mashtrim publik, mbasi deklaroi pas denoncimit të zotit Bardhi dhe denoncimeve të mia të dokumentave të kompjuterit mbi kalimin e kufirit me makinën e drogës, e grupit drogës, deklaroi se e kam përdorur vetëm një herë, në një kohë kur këtu janë dokumentat e përdorimit të saj 7 herë dhe sipas dhënave tjera është përdor 15 herë nga Olsi Rama. Por ky denoncim i sotshëm është një kontribut i jashtëzakonshëm që shqiptarët kuptojnë se me kë kanë të bëjnë, me cilin kanë të bëjnë, me çfarë klanit rrezikshëm, çfarë familje në krye të qeverisë.
urdhoni pra, blihet 300.000, shitet 26 milion, përdoret për këto qëllime, përdoret për ato qëllime, gjëra të cilat as në veprat realizmit fantastik nuk mund të shkruhen. Sepse shndrohen në komedi e humbasin komplet besueshmërinë. Natyrisht, duke përgëzuar zotin Klliçi dhe gjithë ekipin që është marrë me investigimin e kësaj afere, kryqëzon përfundimisht vllaçkon e Rams dhe anturazhin e tij, ne do bëjmë detyrën tonë, do ta dërgojmë me këto dhëna dhe tjera në organet e prokurorisë së shtetit, prokurorisë speciale. Faleminderit. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Pyetja ime është, ju do ta kallëzoni në SPAK këtë çështje, po sa besim keni tek prokuroria e posaçme duke parë dhe rastin e parshëm që përmendi zoti Berisha, dosjes së Xibrakës, ndërkohë që hetimet për atë çështje u bën nga partnerët gjerman, ndërkohë që prokuroria e posaçme kërkoi informacion nga Kosova, sepse kishte hyrë dhe kishte dalë makina atje. Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, ndoshta që SPAK mos ngatroj rrugën e hetimeve në rrugë zyrtare apo dhe informale, a do të mundsoni disa dokumenta të tjera shtesë në lidhje me shtetasin venezuelan, duke qenë se jo në pak raste thonë që është vështirë për gjetur dhe për të mbledhur provat për çështje të ndryshme. Kam përshtypjen se përgjigjen e dha vetë zoti Berisha, siç ka ndodhur në rastin e Xibrakës, siç ka ndodhur në rastin e incineratorëve, siç ka ndodhur në rastin e 5D, sterilizimit, check-upit, e gjithë mega aferave deri më sot, kur flitet për Edi Ramën, SPAK-u bën vesh të shurdhët, syt nuk i shohin dhe nuk arrin të perceptoj apo të kuptoj dhe të shpjegoj qoftë edhe veprat penale më të thjeshta që ne mundemi t'i gjejmë thjeshtësisht online apo në QKB. Ne do të bëjmë detyrën tonë, siç kemi bërë në të gjitha aferat që ka denoncuar sot Partia Demokratike e Shqipërisë. Unë nuk di t'ju them se sa do të mund ta mbrojë dhe këtë radhë prokuroria e posaçme Edi Ramën, se këtu flitet për Edi Ramën, por ne si Parti Demokratike me direktivë drejt për drejt edhe të kryetarit të partisë, do të depozitojmë jo vetëm to materiale që u bëra publike sot, por dhe materiale të tjera që lidhin edhe shtetasit e përfshirë në rastin e Xibrakës, edhe shtetasit të përfshirë në biznes në call centerave dhe që janë lidhje të tërthorta me Olsi Ramën, do t'i depozitojmë të gjitha pranë prokurorisë të posaçme. Pastaj shqiptarët të bëjnë vetë analizën dhe bilancin e punës SPAK-ut dhe të opozitës. Opozita këtë ka denoncimin, fjalën dhe aktin. Punën pasaj do duhet ta vlerësojnë qytetarët shqiptarë. Së dyti, duhet denoj me forcën më të madhe dhunën e egër çnjerëzore të përdor dje kundër protestës. Janë agresue gra me fëmijë të vegjël, me karroca. Janë agresuar qytetar pa asnjë lidhje me protestën. Janë agresuar dhe kërcënuar me jetë eksponent të protestës vetëm e vetëm se po protestonin në mënyrën më paqësore. Aktet e dhunës njerëzore të ushtruara këto ditë ndaj protestuesve paqësor janë dëshmi e plot e ftyrës kriminale të këtij regjimi diktatorial. Duke dënuar ato me forcën më të madhe,
u bëj thirrje të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, të gjithë qytetarëve, të bashkohen dhe të mbështesin këtë protestë, për të realizuar largimin e këtij regjimi, ndër më të këqijt që ka njohur shqiptarët histori. Është koha që çdo qytetar shqiptar të jap kontributin e tij për shpëtimin e vendit. Kërkesat e protestës rinore qytetare janë kërkesa të çdo qytetari të ndershëm shqiptar. Janë kërkesa në mbrojtje të interesave jetike të shqiptarëve, interesat kërcënuara në mënyrë fatale nga organizata kriminale dhe qeverisë shqiptare dhe kreu i saj Edi Rama, që plaçkisin çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe varfrojnë në mënyrë të tmerrshme shqiptarët. Ndaj dhe ftoj demokratët të frymzuar nga kjo proteste pa ndërprerje, të japin kontributin e tyre në këtë moment historik. Edi Rama nuk ka të ardhme. Është i plagosur për vdekje politikisht. Ndaj dhe duhet të japim shtysen përfundimtare. Faleminderit.